Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se qeveria po e ndjek me vëmendje dhe po përpiqet të lexojë mesazhin e protestës që vijon prej javësh, duke e cilësuar atë si një nga më të qëndrueshmet dhe më të zgjaturat të viteve të fundit. Sipas tij, reagimi qytetar duhet analizuar në mënyrë të strukturuar dhe jo emocional. Rama u shpreh se në vlerësimin e tij protesta nuk përfaqësohet vetëm nga zërat e shfaqur publikisht, por edhe ndikohet nga faktorë të jashtëm dhe individ që sipas tij kanë qëllime të tjera nga ato të deklaruara. Patjetër që ne po përpiqemi ta lexojmë si duhet mesazhin, se protesta nuk është ajo që thuhet. Protesta është edhe ajo që nuk thuhet. Edhe për mirë dhe për keq. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar, të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, në protest janë edhe ata të cilët njerëzit duhet ta dinë se kush janë. Duhet ta dinë kur dikush është i financuar nga aktor që janë armiq ose jo dashamirës, se ka disa lloj aktorësh. Duhet ta dinë kur dikush që del në protest dhe premton Shqipërinë e lirë dhe të re, e ka karrierën e vet karakterizuar nga veprat penale. Duhet ta dinë kur dikush bën si i pavarur dhe si flamingo dhe ndërkohë ka dalë nga hundët e bufit kënetës, duhet i dinë gjitha. Në të njëjtën kohë, teksa protesta përpara kuvendit të shoqëruar me tensione dhe përplasje fizike mes protestuesve dhe forcave të rendit, kryeministri reagoi dhe në rrjetet sociale. Ai e përshkroi protestën fillimisht qytetare dhe paqësore, por që sipas tij ka kaluar në një fazë konflikti dhe dhune, duke kritikuar ashpërsimin e tonit dhe sjelljes në terren. Protesta e bukur e qytetarisë, atë dhe dashurisë, pastërtisë ja ka lënë vendin tani më filmit të vjetër të konfliktit, sherrit, dhunës, ku thonjtë politikës së dështimit dhe zemërimit po dalin në pa me pisollikun e tyre karakteristik.